Në ditën e 23 të protestës qytetare, dorëheqja e Ramës dhe e kastës së vjetër politike ishte kryefjala e tubimit. Ndryshe nga ditët e tjera të protestës, protestuesit dolën me një deklaratë zyrtare me 5 kërkesa. Dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. 2. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore jo partijake me mandat 12 mujor. 3. Ndryshime kushtetuese, ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë në të tjera, ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve. 5. Një kontratë të re sociale mes qytetarëve dhe shtetit. Më pas, zëri i protestës u bën qytetarët nga qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe nga diaspora, të cilët treguan arsyet se pse kishin dalë në shesh. Si në protestat paraardhëse, edhe kjo protest u mbyll me marshimin në rrugë të ndryshme të kryeqytetit, me thirrjen për t'u mbledhur sërish.